Është vetmi vend ku në aeroport shkohet me anije. Vjen deri këtu me anien të çon, pastaj ke edhe një 20 minuta me autobus nga vendi ku të anija deri në aeroport. Ja dhe letra që do ipi në anije. Tani të vip lounge. Pjesa tjetër në këtej. Si nga që i vip lounge këtu? Pas kanë interesant. Ja dhe një të nisen. Ashtu sa të bëjmë biletën. Ja dhe varga që duhet më çoj në aeroport. Very nice. Ja dhe një. Hajde rrugë për aeroport, hajde fantastike. Ja dhe një. Oh, thank you. Che visto da forma. La faccio, iniziamo. Dhe i mbëna bashkë, shifni dhe para. Në rrugë për shku në aeroport, nuk që bëva ti 5 orë para. Në duhet në prit të në longë, sa të vi autobusi që të në qoj në aeroport. Si, të bëjmë rrugën në autobus, deri në aeroport. Që të mbushë autobusit me bagajë. Sa qërë. Apo së që në se të në që. Ja, tani zbritja nga autobusi, nisemi tej. Ky është i vetmi aeroport në botë që duhet paguash taks $25 taks, ka qenë dhe Shqipëria përpara. Shkoj tani ku është check-in-i. Ky është aeroport tani arrita.